fundi i bandës së Durrësit ose ajo çka ka mbetur nga banda e Durrësit. Në një nga daljet e rralla në media, Lul Berisha do kundërshtonte me Alibin e udhëtimit drejt Turqisë. Për të rikthyer edhe një argument i rëndësishëm që tha edhe Zhabina, që asnjëherë nuk është pranuar nga kjo palë të paktën fajësia. Lul Berisha e mohonte përfshirjen e tij në vrasjen e Klodian Saliut dhe sfidonte SPAK të gjente qoftë edhe një provë për të verifikuar rrëfimin e Luftar Reçit, kur ka ndodhur isha për kurim në një spital në Turqi, ka thënë ai. E gjitha kjo, Kikia, vazhdon Lul Berisha, është sulm për qëllime politike. Shpreh ai në një mesazh për media. Pra politika. Tani aty gjen gjithë tre në fakt. Edhe vetë politikanët kur kapen me thes në dorë, po për sulme politika akuzojnë, tani akuzojnë edhe njerëz të këtij kalibri. Shiko. Juli bërë një analizë apo më saktë një kronologji shumë të saktë e historisë të këtij grupi. Ndryshe nga këto dy fiset në Shkodër, të cilat nuk i shikoj si banda, po i shikoj më shumë si luftë fisesh, në Durrës këto përplasje ishin realisht mes bandave, që ishin me kryetar grupi, me strukturë dhe kishin brenda aktivitet kriminal, kishin trafik, rrithë paraja dhe konflikti që filloi prodhoi serialin erdhi si pasojë e prishjes së pazareve. Dhe më pas u përzjej aty lufta për të kontrolluar territorin në Krim dhe hakmarrje tipike shqiptare të vrasë mvrave e kështu me radhë. Padyshim, ky seri midis këtyre dy pjesëve të këtyre dy bandave e shndroi Durrësin në qytetin më të frikshëm në vend. Dhe ishin po këto banda pasaj vala goditëse të cilve shkonte dhe korruptonte apo shantazhonte këdo që dilte përpara, pushtet, drejtësi dhe u shkua deri tek interferimi politik. Ajo që bie në sy në historikun e kësaj bande është që nëse kemi patur dy banda në Durrës, ka qenë dhe një bandë e tretë, e cila nuk është dënuar deri tani, dhe kjo është vetë drejtësia. Sepse është një organizat kriminale tipike që është rihedhur në treg nga drejtësia. Dhe në ka një histori që e nxjerr drejtësinë tërësisht lakuriq, me gjithë pislëkun e vetë në atë kohë, është historia e këtij grupi kriminal. Sot ka të penduar të cilët rrëfejnë historitë e krimit, por i penduari i bandës së Durrësit ka qenë nga rastet e rralla që mori kurajin i pari për të rrëfyer krimet e grupit në cilin kishte shërbyer. Dhe drejtësia pati në dorë një aset për të dhënë fund këtij grupi kriminal me një rrezikshmëri të jashtëzakonshme dhe ku atentatet në Durrës pasonin njëri tjetrin duke prodhuar një panik dhe duke gjeneruar krim, sepse krimi prodhon krim. Dhe është ajo që Juli e përmendi, por do dua ta ritheksoj, që ky person u dënua me burgim përjetshëm. Gjykata lartë ja uli në 25 vjet. Prishi. Pyetje e madhe. Prishi edhe. Pastaj gjykata e apelit në Durrës i ul 5 vjet nga dënimi për 25 vjetësh dhe urdhëron lirimin e tij nga burgu. Çfarë nuk është se ja uli, por i dha pjesën e shërbimit të provës, duke qenë se i parashikon ligji edhe, nuk është se. Dhe ligji gjendet të zbatohet pikërisht. Dhe për më tepër ju gjet një punë në Bashkinë e Durrësit. Dhe nuk di se ç'mund bëj më shumë një drejtësi e përbindshme në një vend dhe një qytet ku krimi trondiste në mënyrë sistematike dhe riheth në treg njerëz të këtij kalibri të botës së krimit. Ky ishte produkti i gjykatës, që nga gjykata e lartë, nga gjykata e apelit të Durrësit, dhe
më pas ishte sërish gjykata e lartë, por pas 6 vitesh sepse derisa t'i vinte radha sërish dosjes. Jo, erdhi shpejt aty. Po jo, 6 vjet nuk janë shpejt. Se për 6 vjet ky kishte bërë letrat dhe kishte ikur me kohë. Që gjykata e lartë në 2021 e korrigjoi këtë veprim, u shpall në kërkim ndërkombëtar 2022, por ndërkohë kishte ikur, kishte lënë, kishte braktisur edhe këto shërbimin e provës çfarë i dhan, derisa erdhi tek arrestimi 2023, pritjet për të bërë procedurat për ekstradim. Dhe rikthimi në Shqipëri. Kështu që të mos harrojmë, në qoftë se për Shkodrën thamë që i ka patur që në 2018 këto historira, por seriali i krimeve që vazhdonin trondisnin duke shkaktuar dhe viktimat pafajshme vazhdonte. Në këtë rast kishin Adriatik Colin që s'kishin nevojë për provat e tjera se ishte i penduar i parë që filloi të çojë pas hekurave pjesën më të madhe të bandës së tij dhe neglizhuan duke ulur dënim pas dënimi edhe duke rikthyer sërish në rrugë. Këto janë pasojat e drejtësisë korruptuar. Pikpyetjet qëndrojnë, edhe për rastin e Shkodrës, avokati tha ka manipulime, dyshohet se ka manipulime provash, ndikime, edhe në këtë rast. Je dakord, avokat? Që drejtësia është e akuzuara e madhe për këto raste dhe të tjera? Akuzuara e madhe e para është politika, pastaj vjen drejtësia. Pra, drejtësia është gjithmonë mbas politikës. Pse, ti po thuaj që drejtësinë e ka ndikuar politika që të nxjerrë jashtë ta personazh? Jo. Ose të ndikojë në dosje? Thjesht tash që akuzuara e parë është gjithmonë politika. Mbas politikës vjen drejtësia. Po flas për këto raste, jo në E ka fjalën që politika i bën të famshëm personazhet veçantë. Gjithmonë është politika e parë ajo që i merr akuzat. Pastaj vjen drejtësia. Domethënë drejtësia ka patur raste që ka qenë edhe kolateral i diskutimeve nga ana e politikës, pra politika për të shfaqsuar veten e saj në gjithë këto vite. Një sekond, të mos ngatrohemi. Atëherë. Nuk ngatrohemi, mos kemi rak. E dëgjova shumë mirë atë që tha. Pra mentori thot, fajin e kanë këto gjykata që këta njerëz nuk i kanë ndënuar si duhet, që janë ndikuar